Me homazhet e memoriali Heroinat në Prishtinë, këtë të martë u shënua dita memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Krerët e shtetit dhe të mbijetuarit nderuan sakrificën e rreth 20.000 grave e burrave, duke kërkuar drejtësinë e munguar dhe thyrjen e stigmes shoqërore që vazhdon të rëndojë mbi ta edhe 3 dekada pas luftës. Janë histori të thella të dhimbjes, por edhe të qëndresës dhe forcës së jashtëzakonshme. Vajzat e gratë, sikurse edhe djemt e burrat që i mbijetuan kësaj dhune, na tregojnë që kemi edhe shumë punë për adresimin e përgjegjësive tona si institucionet Republikës së Kosovës. Nga ky përvjetor, vetëm mbijetuarit që thyen heshtjen dekada pas luftës kërkuan që rruga e tyre të ndiqet edhe nga të tjerët. Ju bëj thirrje viktimave që me na bashkangjitë sa më shumë, me dalë me fol publikisht, po gjëja kryesore është me kërku drejtësi. Që është një diçka që nuk ju falet Serbisë për krimet që ka bën në Kosovë. Kur unë kam ditë me kërku drejtësi kur kam pas vetëm 17 vjet, pse mos me kërku edhe sa të gjithë drejtësi. Në anën tjetër, institucionet që mbështesin të mbijetuarit e dhunës seksuale kërkuan që organet e ndjekjes si trajtojnë rastet me më shumë efikasitet. Mendojmë se drejtësia e pakompletuar për të mbijetuarit e dhunës seksuale është e përgjysmuar, kështu që jemi në proces të ngritjes së këtij debati në mënyrë që rastet të cilat kanë marrë drejtësi, por edhe aktakuzat të cilat janë në pritje dhe mbi 100 raste të cilat janë në proces të investigimit, të arrijnë të marrin drejtësinë e plotë në Kosovë. Deri me tani, për rastet e dhunës seksuale gjatë luftës janë ngritur 12 aktakuza dhe janë dhënë 3 vendime dënuese, ndërsa mbi 100 rastet e tjera mbeten ende në proces hetimi.